Sot më 7 maj 2026, u rikujtua 27 vjetori rënies së heroit të Kosovës Adnan Krasniqi, ku zëri i çiftelisë së tij ishte paralajmërimi i lirisë. Ai edhe para se të flijohej e shihte agimin e lirisë. Prandaj u vëla deka në Prizren me nderim dhe respekt të luftës çlirimtare të Kosovës si dhe të dëshmorit Adnan Krasniqi, i cili ka rënë heroikisht gjatë luftimeve në Mollopos të Shtimës më 7 maj të vitit 1999 në altarin e lirisë, në kuadër të brigadës 125 të zonës operative të Pashtrikut për të mbetur i pavdekshëm në kujtesën tonë. Kujtim të tij në orën 10 u bën homazhe në varrizat të dëshmorëve në Landovic, në përkujtim të Adnan Krasniqit në Mollopos. E rikujtoi Shukri Boja dhe Nehat Basha. Kam taku në vijat frontit, i kam taku në këtë pjesë ku ka qenë tepër e rrezikshme, tepër e rëndë, edhe vetë Adnani që ka këtu në këtë pjesë ka qenë pjesa më e rëndësishme sepse është përballë drejt për drejt nga njësitë që ja kanë sy kësaj pjese nga Kosharja dhe në veçanti nga podi e gështenjave, apo kodra e gështenjave, dhe kjo pjesë ka qenë ajo që ka mbrojt komandën e brigadës dhe komandën e zonës. Një luftime tepërtash pra të cilat ushtarët toni kanë përballuar me sukses. Sot i shpalosi pak më ndryshe për shkak të kalimit të rrezikut nga sorrat që na kanë mbikëqyrë ton kohën në luftën tonë. Flas për strategjinë e zonës Malërshëm, sepse një strategji që kemi përdorur të veçantë ka qenë strategjia e luftimit për disa ditë në një vit frontit, në pas 3 vjet të frontit planifikuar dhe gjatë mbrëmjeve në orët e vonë të mbrëmjes i kemi tërhequr ushtarët që pushtuesi serb të humbë me granatina dhe me mfimje edhe 3-4 ditë spoku në pozicion që ka shpresuar se jemi anë. Dhe ishin djemt e ri të cilit i kisha me vete. Priki nuk dishin. Gjatë tërë ditës në luftojshin. Jonë do të dy shtëpia se kanë ndryshuar këtë ditë, kur pak në ardhën ishte se duke luajtur. Mes vetë që ku është? Duci, Adnani, tjetri, Adnan Krasniqi, sa Adnani tjetër. Se dy Adnana i kemi. Dhe ka njerë ullë se thosha zot, ajo ka kuptojnë këta djemë të ri që po na pret vdekja. Nuk e askush. Prandaj na bartëm një pesh, me një moral të lartë, me një frikë të kontrolluar, se thëm një frikë kontrolluar, po duhet ja them më pyeti vajza ime çfarë vajzë kam thënë, ai i frigu. Nuk, na thonë jo, të bëkesh së pabi, të zoshme, në këtu, po kemi pas frikën nën kontroll. Dhe morali ishte ajo që na mbante edhe kontrollin edhe frikën e kontrolluar, jo të shfrenuar se nga frika mund të bash stratina, mund të bash të frontin e gjitha. Kështu që general edhe ju bashkëqytetarë të gjithë shoqatat të dala nga lufta nga Shtinga, jemi mirënjohës, falënderues për gjitha ato ditë, ndoshta s'kemi qenë brillant, por me mundin ton, me trupin ton, u munduam që të jeni krah juve dhe ta bëjmë këtë luftë së bashku më të madhërishme dhe familjes Adnanit bëheni krenar, që e patët Adnanin i qofti letë dhe i Kosovës. Fjalë përshëndetës së patë dhe kryetari shoqatës së familjeve të dëshmorëve, Muhamet Bilali. Po ashtu fjalë falënderimi për të pranishmit të mbajtjes dhe Minir Krasniqi. Të pranishmit ishin bashkëluftëtarët e brigadës 125 dhe një pjesë e ushtarëve të zonës së Nerodimës me generalin Shukri Boja. Kadishmëria e krejt ushtarëve, krejt juve, e pronëve, gjithë, ka qenë dëgjimi për atë vejtë dhe kjo dëshmu. U dëshmu me Adnanin, u dëshmu me Krasniqin, u dëshmu me Zevnevën, u dëshmu me këtë tjetë. Gjithë juve jeni bashkëqytetarë të Adnanit, shoqatat që dalën nga lufta, faleminderit shumë. Rizam Holding, fabrika e re e bllokave Izoblok, Krush e vogël. Me Izoblok ndërto dhe për pompa mos harxho. Ndërto me Izoblok të ri, 25-she.